Mirë të nderuar teleshikues, ne rikthehemi sërish në studio në këtë transmetim të drejt për drejt këtu në ekranin e televizionit Fox News. Tani më jemi zhvendosur në këndin e të ftuarit të ditës. Për gjatë minutave në vijim, e patjetër që do të ndalemi tek aktualiteti politik në vendin tonë dhe në vazhdën e të gjitha diskutime apo debateve të cilat janë duke u zhvilluar sa i takon asaj se çfarë ka ndodhur në zgjedhjet parlamentare të 11 majit me të gjitha akuzat për manipulime dhe problematika. Një gjë është e sigurt që shtatori do të sjellë përballë njëri tjetrit përplasjen e të res dhe të vjetrës në parlament. Këto e shumë të tjera do të kemi mundësi të diskutojmë me Sevin Serianin, avokat, i cili më është bashkuar tashmë në studio. Sevin, të përshëndes, faleminderit që je sot në Fox News. Sevin, shtatori do të sjellë të rinë dhe të vjetrën në parlament, kështu e kam titulluar këtë hapësirë tonën së bashku. Kjo për të vetmen arsye se në legjislaturën e re do të kemi figura të reja, figura të cilat nuk janë parë më herët në ekranet shqiptare, por janë bërë pjesë e jetës politike në një mënyrë apo në një tjetër, dashur pa dashur. Një pjesë e konsiderueshme e këtyre të rinjve vijnë nga radhët e socialistëve. Tani, a ka qenë një strategji e mirëmenduar e Partisë Socialiste për të mbuluar apo për të ndryshuar pak klimën në politikën e tyre të brendshme si subjekt politik, apo qoftë edhe në politikën e përgjithshme në Shqipëri? Këtë do të diskutojmë në vijim së bashku. Si e koncepton dhe si e sheh këtë përplasjen që do të ndodhë në shtator? Përplasjen gjithmonë në thonjza, sepse ne nuk po themi që të kemi debate, sepse parlamenti është për të... Aureola ku vërtet bëhet debate për të mirën publike. Absolutisht. Por ajo çfarë unë shikoj ndonjëherë edhe me nota humori është që ideja qëndron që ti merr licencën, pastaj bën provimin, dhe në Akademinë Politike të PS-s është pak a shumë ky lloj formati. Shikoje, ne kemi aty personazhe të cilat kanë marrë vota edhe pse janë renditur, po themi, jashtë listës së sigurt. Dhe kemi Sara Milen që është bërë e famshme tashmë, por edhe shumë personazhe të tjera. Mirë, në një farë mënyre kjo i nevojitet zonjushës Mile për të vetmen arsye që do të shpjegoj, ne kemi në qendër të vëmendjes. Edhe Zengjinen. Tani, po ta shikosh shumica e këtyre, këta nuk kanë del politik fare. Këta janë të rinj, të marrë rishtazi në sajt të investimit që kanë pasur përpara brenda strukturave të PS-s, apo tek ajo që unë kam ndeshur vetëm tek ethet e së premtes brëma dhe çfarë kanë qenë këto emisionet që promovonin figura. Të njëjtën gjë bëri edhe Partia Socialiste me deputeti që duam. Që thotë, ti merr individ të cilët presupozohen që kanë një bosht politik dhe do përballen dhe do sjellin një risi në politik bërje, qofshin këto të së majtës apo në të së djathtës. Ke majta shohim që këta vërtet janë figura të reja, por nuk përfaqësojnë asgjë për aq kohë sa këta kanë nevojë për një lloj trajnimi të më parshëm. Pse nuk përfaqësojnë asgjë? Nuk përfaqësojnë asgjë. Po ka nisur edhe trajnimi apo do ta diskutojmë më vonë? Po, domethënë nuk përfaqësojnë asgjë sepse janë figura që nuk është se kanë pas një rritje lokale, po themi, dhe e kanë dashur pasjen në futjen në politik si risi, i cili, po themi, gradualisht ka bërë një kaos, ka bërë një luftë individuale, po si nuk përfaqësojnë asgjë, Sevin, se duke patur parasysh që ata janë votuar nga populli për të qenë aty, prandaj kanë fituar këtë mandat. Tani pyetja qëndron, a janë votuar apo janë vjedhur? Pastaj ky është debati që vijon ende dhe do të vijë edhe në shtator. Do vazhdojë edhe në shtator. Dhe këta çfarë përfaqësojnë? Përfaqësojnë një frym, pra do thotë që përfaqësojnë disa figura të cilët vetë ata janë të pastër, por ata që e kanë sjell aty janë krimi organizuar, sepse edhe kjo është akoma dhe më e frikshme. Sepse KPS-ja po ndërtohet një strukturë e cila nuk është piramidale, që ka një kryetar,
ka një strukturë e cila po themi ndërtohet në bazë të kontributeve apo aftësive apo dellit politik, po themi, dhe kemi kaluar pastaj në një organizim i cili është linear, ku ka një kryetar, ka shumë vende bosh, edhe pastaj është pjesa tjetër në mënyrë horizontale e shtrirë, e cila nuk ka rëndësi nëse ti je një personazh i cili ke pas kontribute, apo je një personazh i ardhur rishtazi, dhe që në thelb nuk është se ti përfaqëson diçka. Dhe ky është, prandaj po them, është shumë humoristike, e cila ndodh vetëm në Shqipëri, ku njerëz të cilët nuk kanë asnjë lloj kontributi ose peshe specifike në komunitet, do të thotë që ata do të jenë të gjithë të artikuluar apo në dalin në media, por të cilët kanë nisë rrugtimin e tyre për të qenë pjesë e politikës, duke kontribuar, po themi, në një fushë të caktuar apo duke ngritur në një kaos, sepse kjo është edhe pyetja që neve shpesh herë bëjmë edhe në definicionin e intelektualit. Pra, kush është definicioni i intelektualit, që neve kemi shumë dhe si popull e kemi shumë të paqartë, nëse është një njerëz që ka mbaruar një shkollë, apo është një njerëz që ka një profil të zhvilluar të vetin dhe në bazë të atij profili ka një kontribut në shoqëri. Këta nuk kanë asnjë lloj kontributi në shoqëri. Në shumicën e tyre, përjashtimet nuk hedhin poshtë rregullin, dhe rregulli është i tillë për të gjithë ata që i kanë hyrë, që do jenë në parlament. Zengjineja më thuaj, Zengjineja njihet vetëm për video mesazhe që bën, i cila nuk përcjell asnjë lloj mesazhi, përcjell vetëm një tallje, dhe është e turpshme për qytetarët e qarkut të Fierit që të kenë një përfaqësi si Zengjineja, e cila në thelb nuk është një njeri me 200 fjalësh, cilat nuk ka një artikulim që thotë unë kam ardhur dhe do hyj në politik për të bërë diçka. Çfarë është politika në thelb? Sepse duhet kuptojmë se çfarë është politika. Politika është arti i spamundrës, për ti ta bësh të mundur. Po mirë, pse mendon se Partia Socialiste ka zgjedhur pikërisht këtë lloj strategjie? Unë përmenda. Atëherë ka dy element. A mos do që të vendos në dukje edhe problematikën më të madhe që mbase mund të gjendet tek Partia Demokratike me figurat e saj, të cilat mbase mund të jenë të njëjta në Shikoje, Partia Demokratike në këtë dekadën e fundit. Jo se Partia Demokratike është, domethënë e ka partia, ne kemi diskutuar këtu që Partia Demokratike, problemin e saj kryesor, përpos po themi luftës, domethënë që nuk është problem, por që le themi e drejta e saj për të vazhduar luftën politike për qartësimin e votës së vjedhur. Ke PD-ja kemi ruajtjen e shtresëzimeve të vjetra dhe nuk ka tentuar të zgjerohej me personazhe të rinj, por që ndryshe nga PS-ja të kenë Po mirë, në këtë pikë kjo është diçka e shtuar për Partinë Socialiste. Jo, edhe një herë, kontribute se gjithmonë thelbi, ne nuk mund ta quajmë një të ri, është i ri ai dhe është i mrekullueshëm, sepse edhe vetëm një etalon matës është i qenurit e pastër. Janë fjalët e kryeministrit që një ndër sulmet që i ka bërë doktorit Kosova në zgjedhjet vendore për Bashkinë e Tiranës, ka qenë që është burr i mirë, por nuk është ta marrë për burrin e motrës, për shembull. Pra, domethënë nuk është se do ta bëj kush, nuk është se do bëj kushqi. Edhe këta nuk kam aftësinë të vlerësoj se çfarë njerëzish janë, por ditë të shoh me aq sa njoh politikën, por edhe angazhimin shoqëror apo social, që këta të kenë pas një kontribut në vendin e tyre, qofshin dhe në ato lokal, që përfaqëson një kaos, për shembull vinë nga shtresat për shembull kanë ngritur një rast ose një kazus në vendin e tyre dhe për ta zhvilluar këtë kazusin i është bashkuar politikës, sepse siç e përmendëm më përpara se çfarë është arti i politikës. Këta vinë një ditë të bukur. Kemi pas edhe raste që ata se kanë ditë fare që kanë qenë në lista dhe e kanë marrë vesh në minutë fundit, bile disa prej tyre kanë qenë edhe jashtë shtetit.
Kështu që kjo lloj gjëje i shkon në avantazh autokracisë. Pra, e keqja e kësaj gjëje nuk është çështje se këta janë figura të pastra dhe parlamenti do pastrohet. Jo, parlamenti do bëhet akoma dhe më i frikshëm, sepse në strukturën e tyre të brendshme nuk ka mendim opozitar. Në të dyja strukturat e PD-s, e politikës, si në të majtë dhe djathtas, absolutisht që një element kryesor i cili ndihmon demokracinë është mendimi kundër ose mendimi ndryshe në të dyja, le të themi, strukturat politike. Gjë që në PS thuat se është shuar tashmë, sepse nuk mund të ketë një njeri i cili e merr vesh Rishtazi që do bëhet deputet, të ketë, le të themi, lartësinë dhe përvojën, të ketë potencialin, të ketë ndërtimin e tij politik, që në momentin e parë që shikon një mospërshtatje në shërbim të komunitetit të vet, të ngrejë zërin kundër kësaj strukture, sepse struktura e PS-s është bërë një strukturë, siç unë e përmenda më përpara, që ka një kryetar, ka shumë vende bosh dhe resto pastaj nuk përllogaritet, sepse struktura e fitimit të votës, mënyra e fitimit të votës nuk ka nevojë për individ. Ka nevojë për grupe të strukturuara kriminale, ka nevojë për patronazhist, ka nevojë për ata të cilët këmbejnë votën e tyre në interesa miskine dhe të vogla, ka pastaj biznesmen të cilët të përfitojnë tendera, dhe kjo është e vetmja, dhe po ta shikosh këtë lloj strukture në rrogos, pse ti duhet promovosh, po themi, në anën e PS-s, një personazh i cili ka kontribut jo detyrimisht brenda strukturës, por ka kontribut dhe i atashohet mendimit politik të së majtës, dhe ta vendosur aty, ai është i pakontrollueshëm. Pra, gjithë këta të rinj, jo vetëm që janë të kontrollueshëm, por vetë këta e dinë që se kanë peshën, pavarësisht kartonit, dhe ne do kemi pastaj përbërjen në parlament, që do kemi deputet që nuk do flasin asnjëherë, siç kemi pasur, por këto do jenë akoma dhe më të shumë fishuara. Do kemi pastaj ministra që do detyrohen të flasin dhe kryeministri që do marrë 3 orë fjalim në gjatë seancave parlamentare. Pra kjo nuk është vetëm monokratike si parti, por është bërë edhe monoindividuale, pra është vetëm një njeri që e përfaqëson. Tjerat janë thjesht numra. Pra, PS-s i duhen mbi 70 vota të qeverisi, por këto 70 vota nuk përbëjnë një larmishmëri ideologjike, po themi, ose larmishmëri mendimesh që çojnë në promovim ose në vlerësimin ose në organizimin e ligjeve më të mira apo e mendimeve më të pjegura që do ndikonin në shoqërinë shqiptare. Këto në shoqërinë shqiptare do kenë efekt zero. Unë po marr shembull, janë edhe në qarkun e Fierit ka shumë të rinj, të cilët janë angazhuar në politik, disa prej tyre i njoh personalisht, por në qoftë se beti ose basi që unë hedh me ata, a kanë këta kapacitet ose burrëri që në rast se vendoset për miratim një ligj i cili cënon interesat e lushnjarëve, ta ti dalin zot lushnjarëve? Siç e kanë pretenduar, se janë të rinj, do t'i dalin zot lushnjarëve, ose fjerakëve, ose tiransve, për keq qeverisje? Unë nuk besoj, dhe këtu do jemi, është e dukshme, fshati që duket s'do kallaus, që këta individ do kenë fuqinë për të përballur, qoftë edhe brenda strukturës së tyre, për një qeverisje më të mirë. Deputetët e rinj tashmë kanë nisur të marrin leksionet e para në Akademinë Politike të partisë, si e njohur tashmë me zhvillimet e fundit. Lektorët e parë kanë qenë zoti Xhafaj, zoti Peleshi dhe zoti Braçe. A mendon se të paktën figurat e vjetra, le t'i quajmë, se tani në këtë retorikën politike po dëgjojmë çuditëra, por këto figurat e vjetra ose më mirë po përdor eksponentët me më shumë eksperiencë në fushën e politikës, do të mund t'i përcjellin politikën e vërtet
apo politikën siç e do Partia Socialiste ta përcjellë? Shikoja tani. Ti momentin e parë që ti përmende 3 emra të cilët kanë vite eksperiencë në PS, por që nuk besoj se këto 3 emra të paktën që ti përmende, Nuk do jenë vetëm këta, se do të ketë po edhe... them, unë nuk e di që... Këta kanë qendur sezonin. Unë nuk e di hiq Braçen, po themi, po paktën këta 2 tjerët, po e përjashtoj për një moment Braçen. Thash, përjashtimi nuk e hedh poshtë një rregull. Nuk kanë ngritur zërin të kundërshtonin ligjet apo ndryshimin ose monokracinë e Partisë Socialiste. Po këto janë bërë shtrat për të kaluar Edi Rama edhe për të vendosur këtë lloj sistemi qoftë brenda Partisë Socialiste, që nuk e di kur janë zgjedhjet e fundit që ka bërë ajo brenda strukturës së saj, qoftë dhe në, po themi, dhe në përballjen midis 2 kampeve apo në politikën e gjerë shqiptare. Këtaj kanë qenë thjesht noterizues të asaj çfarë Edi Rama ka dhënë urdhër, është shuar mëngjes dhe ka thënë që do bëjmë këtë gjë këtë. Edhe nuk, domethënë çfarë pret ti të mësohesh nga ky lloj, po themi, rendi ose ky lloj shtresëzimi i politikës, pavarësisht eksperiencës së tyre. Ata mund të kenë eksperiencë, nuk e diskutoj, absolutisht mund të kenë, kanë dhe aftësitë e tyre, eksperienca bëndet vetëm, por edhe vetë ata kanë aftësitë e tyre, por në momentin e parë që ti ke parë këtë simbol për gjatë këtyre 20 vjetëve, se shumica prej tyre kanë më shumë se 20 vjet, atëherë ti çfarë pret që këta çfarë do transmetojnë? Më flasin si ai që bëj si them unë, po mos bëj si bëj unë. Nuk besoj. Besoj se kjo do është një lloj lavazhi, një lloj strukture që ata të rinj të duken pjesë e strukturës, sepse siç e thashë më përpara, këta të rinj nuk kanë qenë pjesë e strukturës. Këta janë marrë nga ose dhe nëse ka qenë pjesë e strukturës, nuk e kanë ndjer veten që e meritojnë këtë vend, dhe kur ti e merr diçka pa merit, normalisht do t'i përshtates atij që ta ka dhënë, sepse e di që ti, në momentin e parë që del jashtë, nuk e ke aftësinë për ta mbrojtur atë vend që të është. Dhe normalisht ajo bataku që do jemi neve në politikë në shtator, qoftë bashkë me leksionet e zotërinjve të nderuar, nuk do prodhoj asnjë lloj gjëje tjetër, veç se ndërtimin e një partie jo më monopartiake, sepse monopartiake do të thotë që ka një kryetar dhe ka një strukturë e cila do ta drejtojë shtetin në bazë, le të themi, është partia ajo që e drejton shtetin, por në këtë rast do kemi një individ autokrat i cili do drejtojë shtetin dhe duke pasur edhe një parti të dobësuar në strukturat e saj. Në momentin e parë që, po themi, i ndodh larg qoftë dhe ikën Edi Rama nga kjo botë, PS-ja i do t'i duan mbi 20-30 vjet të rigjeneroj veten, pikërisht për këtë arsye që janë futur njerëz pa merit, pa u ngritur në shkallë, ose janë njerëz të cilët nuk është se kanë ardhur, po themi, nga shoqëria civile, të cilët kanë pasur kontribut dhe janë atashuar për realizimin e qëllimeve të tyre, po këta janë disa njerëz, disa prej tyre kanë lënë punë shumë të mira, që do ishin shumë herë më të dobishëm në pozicionin e tyre, se sa të jenë papagej apo asgjërat e parlamentit. Në fakt, kur zakonisht në çdo fushë tjetër, kur përmendim pjesëmarrjen e SRS, kemi në mendje ose lind ideja e një inteligjence, lind ideja e një modernizimi, lind ideja e një rebelizmi të brendshëm, kjo për shkak të asaj se çfarë përfaqëson e reja ose duhet të përfaqësojë e reja në thelb, duhet të përfaqësojë. Do ta kemi në këtë gjë se vina, po do të kemi këtë retorikën atë se çfarë thot kryetari, atë do të themi edhe ne,
Se zakonisht në studio televizive kanë dalë dhe janë shfaqur si rebel apo si kundërshtar të shumë politikave të Partisë Socialiste, por çfarë do të ndodhë realisht në shtator? Shikoje, e para një herë është, po të shikosh debatet që kanë pas kampet e dy partive, ajo çfarë ti shikon ka një lloj agresiviteti. Dhe kjo është, edhe po ta studiosh nga ana psikologjike, është nevoja e një njeriu e cili nuk e ka pozicionin e vet, por do ta fetojë dhe do ta demonstrojë që ai e ka. Dhe ky lloj agresiviteti janë për shembull, ne kemi atë shprehjen e famshme që qeni që leh nuk ha. Dhe këta të rinjt janë pozicioni i tillë që tregojnë atë që siç janë mësuar të dëgjojnë në politikë që duhet bërtasësh, duhet të flasësh, edhe impostohen për të bërë të njëjtën gjë, për të dukur mirë ke publiku. Por nuk është kjo politika. Politika është pjekja e mendimit dhe mënyra e transmetimit të këtij mendimi apo vendosjen e mendimit në veprim për të mirën e një komuniteti apo për të mirën e përbashkët. Po të shikosh retorikat e tyre nuk janë të tilla, ata mundohen, ata kalojnë direkt në sulme, jo po ti ma the kështu, ta thash kështu. Jo. Politika nuk është kështu. Politika është hajde të diskutojmë çfarë mendon ti, çfarë mendoj unë, të debatojmë mbi çfarë mendojmë dhe të nxjerrim më të mirën duke mbrojtur tezat e tyre çfarë mendojnë, por problemi qëndron se ata s'mendojnë. Dhe në momentin e parë që s'mendojnë, do kalojmë tek ajo gjëja që ti e nise edhe ma bëre pyetjen që a është e reja e re në konceptin e një fryme të re, e cila se mund të jesh e re, po nëse s'përfaqëson asgjë për çfarë duhesh? Hajde marrim më të rinj, ti marrësh nga klasa e 5, se janë po të llogarisësh për eficiencën që do kenë këta në politikë bërje, edhe një klasë 5, edhe këta që kanë hyrë deputet, nuk do kenë në një diferencë shumë të madhe. Dhe arsyeja që do kenë diferencë shumë të madhe është sepse të dy janë të pa aft për pozicion në qoftë të referoheshin pasjes së mandatit deputetit, të dy kategoritë janë në barazim në këtë pikë. E qartë. Domethënë, më fal, ne kemi disa elementë, për shembull se nga për shembull po bëj një analogji mbase jo të drejt. Shumë shkurtimisht, lutem. Shumë shkurt. Zoti Kalaja. Zoti Kalaja ka një bosht politik, ka bërë një marrëveshje me qytetarët e vet aty. E di që përfaqësimi i ideologjik i tij është PD-ja, i është bashkuar PD-s për ta vendosur në zbatim atë çfarë ka. Edhe sot ti e shikon një figurë i cili vërtet të përballet, qoftë brenda spektrit vet, por edhe jashtë spektrit vet. Kush nga këta më thua një ekuivalent të këtij nga ana e PS-s? Edhe ky është pak, sepse është 1 ose 2 ose 3 në PD. Kjo është e reja. Ky është formula e SRS dhe si formulë e tillë duhet të jetë edhe shumë fishuar nga ana e PD-s, edhe e shumë fishuar nga ana e PS-s. Të falenderoj shumë që ishe sot në faksin, si gjithmonë në kënaqësi. Kënaqësi për mua. Ne shkëputemi në publicitet, rikthehemi sërish pas pak.